Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë e mi, sot është e shtunë, data është 7, muaj është i 3, viti 2026, vit që po e shkelim, 3 muaj. Ndodhet nuk kanë të ndalur. Por, sot më tepër ka pasur reagime lidhur me atë se çfarë ndodhi në vërtet në korridorin 8, ku punët është dëkëdheqër Bechtel Enka. Ka pasur lëshime masive të punëtorëve. 50 punëtorët, të cilët sot janë larguar dhe nuk janë lënë që të hyjnë në punë, u është thënë se qeveria, sipas tyre, nuk ka mjete dhe nuk i ka lëshuar lekët Bechtel Enkës. Në ndërkohë, pastaj doli dhe reagoi Mickovski, i cili kësaj radhe unë do i besoj, sepse di diçka nga punëtorët, të cilët thanë edhe shumë gjërat e tjera. Nga dhjetori, apo në muaj i 10, tetori, nga tetori këndej ka lëshime masive, mirë po kërkush nuk ka reaguar. Tash, ky numër është vërtet i madh. Dhe të gjithë të lëshuarit nga vendet e punës në Bechtel Enka janë vendor. Njëri prej kushteve për të marrë punën, ka qenë edhe kjo, që të merr vendor. 75% të punëtorëve duhet të jenë vendor. Okej. Ta dëgjojmë atëherë Mickovskin se çfarë tha ai sot për Bechtel Enkën. Vlada ne dължи нито феник, нито ден кон компанијата Бехтел Енка, така што работниците своите права треба да се ги бараат по менаџментот на Бехтел Енка и оние кои што го потпишаат тој договор со Бехтел Енка. Po pra, në shkroja së kohë BDI, qeveria dhe LSDM. Pra, të drejtat e punëtorëve askush nuk ka kusht t'i mbrojë. Në ndërkohë, Bechtel Enka tash në mbrëmje në kërkesë të Agjencionit Nacional të Maqedonisë Informativ MIES, u shpreh zëdhënsja, e cila tha: projekti vazhdon të shënojë përparim të mirë dhe konfirmojmë se të gjitha faturat deri në këtë datë janë paguar plotësisht nga qeveria. Lidhur me largimin nga puna të rreth 50 punëtorëve nga rajoni Festivalit Tetor, të cilët punojnë në segmentin e autostradës së korridorit 8. Pra, atëherë, a mund qeveria të ndihmojë në këtë? Mundet, pse nuk mundet? Qeveria është ajo e cila lëshon lejet e punës dhe lejet e qëndrimit në Maqedoni për punëtorët e huaj, të cilët kur janë në Maqedoni unë të gjitha ligjeve që i përdor ky shtet. Por befason, interesant, është duke na befasuar se deri tash askush nga inspektoriatet e shumta që ka Maqedonia nuk ishin të paktën në një vizitë pune. Inspektoriatet, jo kryeministri. Autostrada korridori 8, pra, pa inspektim nga qeveria deri tash dhe kush do mbaj përgjegjësi për lëshimet eventuale sepse financohet nga taksapaguesit e RMV-s. Projekti i autostradës në korridorin 8, që po ndërtohet nga konsorciumi Bechtel Enka, po shoqërohet me deklarata kontradiktore dhe me një mungesë shqetësuese transparence institucionale. Deri më sot publiku nuk ka parë një raport serioz nga ndonjë inspektorat shtetëror që të konfirmojë nëse punimet po zhvillohen sipas projektit ndërtimor, nëse cilësia është në standardet e kërkuara dhe nëse po respektohen afatet e parashikuara. Pra, nuk është vetëm kjo, por është çdo gjë tjetër që ka të bëjë me atë se si funksionon edhe në anën financiare, edhe në anën shëndetësore, edhe në anën e lirive të drejtave të punëtorëve. Çdo gjë pra këtu nuk është hetuar që kur kanë filluar punët. Dhe çfarë ndodhi në Serbi? Në Serbi u shkoi shefi apo ministri, sa të kanë edhe ministër për inspektoriat, u shkoi në vizitë dhe nuk lejoi që vetë Bechtel Enka në korridorin që quhet korridori Moravës, nuk lejoi që ata të zgjedhin punëtorët për të bërë intervista. I zgjodhi me short, 1, 2, 3, 4, 5, në prezencën e tyre, e pastaj i nxori nga zyra. Kështu shkruajnë me dokument serbe aso kohë. Pra, në Maqedoni nuk pati lëvizje të këtilla që të intervistohen punëtorët për kushtet e punës apo për ndonjë mobbing të mundshëm. Pra, Mickovski tha qeveria e ka kryer punën e vet. Okej, nuk është okej, por unë do vazhdoj më tej. A dini se Bechtel Enka ishte edhe në Serbi? Sa i kushtoi Serbisë ndërtimi i autostradës Moravski korridor nga Bechtel Enka dhe sa Maqedonisë së Veriut? Vučići aso kohë tha: ky është projekti më i madh i ndërtimit deri tash në historinë e Serbisë. Korridori i Moravës nga Pojata deri në Preline, më moderni, më i gjerë autostradë në Serbi. Dhe për dallim prej gjithë autostradave është më i gjerë për 1.6 metra. Gjatësia e saj është 112 kilometra,
ka filluar në vitin 2019 dhe pritet të përfundoj, pra definitivisht gjithë traseja si vjet. Pra, punët është duke i kryer edhe atje Bechtel Enka, pra Bechteli është kompania amerikane, Enka turke. A dini sa ka kushtuar kjo? 112 km, 800 milion euro. E tash ndalemi në Maqedoni. Në Maqedoni, Bechtel Enka ka marrë për të përfunduar korridorin 8 dhe korridorin 10D. Ndëgjoni me vëmendje, 110 km, 1 miliard e 600 milion euro. Këto para ne do i paguajmë, ne taksapagues, për atë qeveria duhet të interesohet si vajnë punët. A shkojnë gjitha parat atje ku duhet apo a ka ndonjë mospërputhje me atë që quhet shumë çka. Nuk jam ndonjë ekspert i ekonomisë, por besoj se ata që e njohin ekonominë e kuptojnë se për çka bëhet fjalë. Inspektoriatet këtu duhet të rinë varg e vi. Asnjë inspektoriat deri tash thonë këto 50 punëtorë nuk ka qenë në Bechtel Enka në korridorin 8. Okej, nuk është okej sepse parat janë të taksapagues. Ne do i paguajmë këto. Plus me vonesa ne do i paguajmë. Qytetarët nga taksat paguesi qytetarë gjithë të para. Pra të kërkohet transparencë. Ndërsa, e thash edhe një herë, qeveria mund të kryej punë duke i kushtozuar të gjithë ata që punojnë apo udhëheqësit e saj me punëtor vendor. Nëse Maqedonia pas ka nevojë për mira punëtor nga jashtë, atëherë çfarë do të ndodh me këta? Asnjëri thotë nuk kemi shkelur të drejtat e punës. Asnjëri. Pra mbetemi me shpresë se do ketë ndonjë zgjidhje, se vetëm këto që janë duke përfunduar këto nuk kanë mundësi më të kthehen. Por të shpëtojnë të tjerët sa të munden. Në ndërkohë pra, unë ndalem edhe pak në politikë, sepse sot në kufirin Jazhinc ka qenë zëvendës drejtori i doganave Mustafa Dauti. Ok, nuk e di kush është i Vlenit, shoqër që është. Dhe Jazhinca mbetet i vetmi kufi pa terminal doganor. BDI-ja, për pak nuk përfundova së koha diku tjetër, sepse e mbani mend atë të Radio Evropa Lirë që thoshte ora 2 në mesnatës hapni kufinin, vjen komandanti. Okej, nuk është okej pra. Është koha e fundit. Nëse BDI nuk ka bërë asgjë, hajde vlen bëni. Për 2 vite PD-SHE në kohën e Arben Xhaferit dhe mendoj thashë, çfarë nuk bëri? Ama çfarë nuk bëri? Lëvizni. Ju ende një parti nuk keni duke formuar. Ende një parti. Dhe tash dalin lavdëruan për ato 42 milion euro që do i merr ka kampus Universitetit Nana Teres. Ai s'ka marrë Universiteti Shtetëror i Tetovës me gjithë ato ngushtica dhe gjithë ato pasoja që pati deri tash për 20 e sa vite. Pra, që i bie se vërtet Vleni dhe VMRO-ja janë në një vijë të dobësojnë ose të mbyllin krejt në të ardhmen Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pra, të jetë një në Shkup dhe të kontrollohet nga pushteti, qoftë ai shqiptar, qoftë ai bllokut maqedonas. Vleni ende nuk është duke e bërë një parti politike. Kur të marrësh sot se si kanë qëndruar në Kosovë, unë e kisha e marrë si mostër Bekim Qokun. Bekim Qoku lavdërua kemi qenë te familja Prekazi, për aty te kryetari i qeverisë së Kosovës Albin Kurti e kështu me radhë. Pra, sigur me qenë çdo njëri vetë e vet, jo grumbull. Pra, edhe njerë, koalicioni Vlen ka përfaqësim në institucionet shtetërore në Maqedoni dhe asnjë mangësi nuk ka nxjerrë deri tash që të trajtohet si prioritet. Bëjnë punët e tyre tipat, frajerat. Bëjnë punët e tyre. Posaçërisht humori është i zet me gjiti. Lidhje nuk ka me politikën. Lidhje nuk ka. I dëgjueshëm po. Çka i thot qeveria e bën? Çka i thot Mickovski e bën? Atë e ka Majka Jana, sepse unë nuk e di çfarë ka bërë ai 2 mandate, kryetar komune, nuk e di çfarë ka bërë edhe pasuesi i tij, Visarganiu, ama e di se çfarë i thot dhe duhet mbuluar gjithë ato pika. Dhe është gati të bëjë çdo gjë. Pra, Vleni është sajes politike, të gjithë e thonë edhe ndërkombëtarët e Mickovskit. Okej, problemi i tyre, por e vuajmë ne shqiptarët në përgjithësi. Pra, gjithandej vetëm vaj. Kjo me 50 punëtorët pa marrë parasysh cilin nacionalitet, se dhe ata kanë fëmijë, ata duan të hanë bukë, por edhe këta tonë duan të hanë bukë. Kjo është vërtet e shërënqethëse.
Sot ishte 7 marsi, dita e mësuesit. Mësuesit që dje kanë përfunduar mësuesit dhe mësuesit dyfish edhe për ditën e mësuesit dhe për 8 marsin. Më tha sot një prind, folni me ju gazetarët diçka, ndër 300 dinar nuk kemi kaluar, ndër 300, po 2 fëmijë ka 300 dinar bëjnë 600, ku ti marr? Si nuk skuqen pak këto mësuesit apo mësuesit? Interesant. Ashtu kur nuk funksionon shteti, funksionon anarkia. Okej, nuk është okej, unë të ju përshëndes, pa marrë parasysh se 3 investime më të mëdha që duhesh të bësh në Maqedoninë Perëndimore. Korridori 8, autostrada Prizren-Tetov dhe Kodra e Diellit nuk do bëhen. Korridori 8 jam më i sigurt se do vonohet shumë, edhe ashtu e paraqitet Nikolovski se para 2029 nuk ka kur gjë. Pikpyetje se kur do përfundoj, inshallah nuk e ngjan sa që e filluan kinezët dhe ende nuk e kanë përfunduar në Maqedoni rrugën Prilep-Ohër. Okej. Ju përshëndes, ishit në podcast të Mesut Shabanit, unë jam Mesut Shabani, bëni subscribe.